një brez i bukur është ngritur kudo në mënyrë masive. Do ta shkul atë kancer të shoqërisë shqiptare përfaqësuar nga i dashuri Macronit, nga njeriu që ka rridhur me kohë pas një merit ngritur në postin më të lartë si kryeministër, edhe pse i në qeveria socialiste është një anarshist dhe me gjitha është një antishqiptar. Dje një nga organizatorët e kësaj proteste me të vërtet madhështore ka lexuar 5 kërkesat që janë goditur. Menjëherë, personi që erdhi i kapur dorë për dorë me një lëtyrë politike, Macron, filloi të vjedhë vrerë, duke akuzuar se nuk e qenë në UÇK-n, faktet janë që kanë qenë, nuk ka rëndësi, nuk e njoh se kush është Goxhaj. Por në qoftë se ka luftuar me UÇK-n, unë çojmë dhe respekt. Respekt. Në kohën që ai ka luftuar me UÇK-n, Rama ishte poshtë urave, duke ngrënë makarona si një veshje muslimane nga Kirgistani, dhe siç thoshte lideri madhështor i partisë së tij, e gjeta me thonë pa prerë duke shitur ikona, të vjedhura. Tani vendet e tij janë makabre. Ai akuzon gjoja si agent të Iranit, të Al-Qaedës. Nuk e di që Donald Trump u puth me sirianin që ka qenë të Al-Qaedës. Nuk ka asnjë lidhje Goxhaj, i cili ka qenë me UÇK-n, dhe nuk ka asnjë akuzë. Po ai është thjesht lexues. Nuk ka rëndësi. Në qoftë se ti lexon Biblën, nuk ka rëndësi se cili prift ta lexon. Tradhtari e ti me Vučić kërkove të kafshoje trojet e Kosovës. Fakt. Ti je me Soros. Ti je me Sinaloa. Ti je me mafios të kokainës në Aruba. Ti komprometove FBI. Ndaj ty të thonë rjeka. E kanë gjetur fiks. Ti kërkon të provokosh. Këtë mas këto që janë të madh protest. Ata sillen me qytetari. Ti si rrugaç, ai që je. Je larguar me avion charter të shtunën. Shumë gjasa ka të kesh qenë në Gjenevë. Ti e di pse shkohet në Zvicër. Sa miliona, 100 milion të fshehura ke, por jo vetëm në Zvicër. Ti kanë gjetur në ishujt Cayman Island, në parajskat fiskale, 2 llogari nga 500 milion deri në 600 milion përmes ABI Bank. Në qoftë se do, edhe numrat e llogarisë do t'javë nxjerrë. Dubai gjithashtu. Në vend të treta ti pastron miliardat. Ti thua që nuk jam kombari, gatfatër. Do të të vrasin pikërisht ata që merren me trafiqe. Politikisht. Por ti e trembur sepse një luftëtar i UÇK-s po të del ballas. Pra, ajo protest mund të radikalizohet në qoftë se ti kërkon ta gëdafizosh, duke bërë një sfidë, duke shkuar në një vend armiqësor për interesat shqiptare. Kam parasysh ambasadorin Baleta, kur komandanti i forcave franceze po nisej nga Parisi drejt Kosovës, kjo është e botuar, i jati ti i thot, ti shko atje, natyrisht që amerikanët të tredhin, por ta dish aleatët tanë gjithmonë kanë qenë serbët. Jo rastësisht pra të shkon te një njeri në atë që quhet Proud Month, muaj i gejve. Akuzat ndaj Macronit kanë qenë madhore. Një president loser që humbi zgjedhjet parlamentare dhe që ndron kur vetëm mbështetja e francezëve është e 7%. E ke parë si thallet Trump me të. Nuk është rastësi, sepse gjithë paraardhësit e partisë tënde janë falur, të francezët kanë bërë, ti du të kesh bërë dhe dallashverishe të mëdha, miliarda me Macron, duke i dhënë troje, toka, duke ndarë nga pasuria shqiptarëve, të cilët ta dhanë shuplakën ka kome. Do të vazhdoj me traun e Kastratit, i cili fryhet si oligarku më i madh për aksioneri fshetit e tij.
nuk ka pse të ketë pagesën e për rrugët kur janë ndërtuar me taksat të shqiptarëve. Dhe kur çdo shqiptar që ka një makinë paguan të taksa e qarkullimit, paguan shtrenjtë. Shteti yt ka rënë. Të rrejnë të gjithë. Nuk të shkrepin asnjë plumë policën ndaj demonstruesve. Kjo duket qartë. Ty nuk të mbron asnjë. Ti do të kesh fatin e atyre diktatorëve të lindjes mesme nëse nuk ikën siç ta kërkon Ditmir Bushati, i cili është kontaktuar disa herë nga amerikanët. Nuk ka asgjë të keqe të ketë qeveri teknike, qeveri tranzitore, bile për të hyrë Shqipëria në BE duhet një qeveri gjithëpërfshirëse. Sepse ti ke dështuar. Ti ke kthyer sistemin e një republike të kokainës. Duhen dalur urgjent të gjitha ndërtimet e tua strategjike, duhen sekuestruar dhe miliardët të kthehen për njerëzit. Të kenë strehim të përballueshëm, të kenë medikamente nëpër spitale, të kenë shkolla të mira dhe të mos largohen nga vendi i tyre. Të nxitet rikthimi i diasporës. Ka shumë mënyra. Dikush që vjen nga diaspora mund mos paguaj taksa 5 vjet nëse ndërton një biznes. Fjala bie. Dhe turizmi, nëse vjen 10 milion siç thua ti, duhet të kontribojnë tek ardhurat e të gjithë shqiptarëve, jo vetëm të pronarëve të kokainës që kanë hotele dhe njerëzve këtu. Është meth, po ti nga matematika nuk ke se si të kuptosh, sepse nuk e bërë shkollë matematika, as fizikë, as kimi. Ky është fakt. Ti u ngritën atë post pas një merit. Ti u talle me socialistët, socialdemokratët e ndershëm, vazhdues të Partisë Punës, por që kishin drejt të ishin ata një grup politik, por që erdhën nga gryka e Pushkës në 97. Ti në 97 ishte poshurave në Francë, në anët solli, por urdhri ka qenë nga grupi i Soros dhe i Nexhmijes. Ashtu siç sollën urgjent në 90 nga Kreta. Ke qenë i piketuar sepse njëri i çmendur në krye të PS-s mund të rikthente edhe një herë krimin e kuq. Ti jeton në Kot Bler, kufon politike. Zbardhni vizitat e tij në bankat e Zvicrës dhe Dubait. Do të dali një pislik që do të kundërbojë gjithkënd. Njeriu i urryer nga të gjithë, që zvoglohet çdo ditë me fjalorin rrugashëror ndaj një mase të madhe qytetarësh. F you në një gazetë, F you too. Në sa koshiencë ti e di që je kthyer si kumbari, sepse ti din lidhjet me mafiosët e Tiranës, disa dhe të vrarë, gjatë kohës kur hidhje votat për bashkinë. Ti ke ndërtuar një sistem që me drogën, me kokainën vjedh zgjedhjet dhe mbasi vjedh zgjedhjet shton trafiqet e kokainës. Siç thon, tani ti nuk je faktori vetëm për ndërkombëtarët. Në ekuacion kanë hyrë të tjerë. Kërkove të spastoj Berishën, po të ka dalin protestë masive deri në 300.000 vetë, që ti nuk e kontrollon. Ata do të shkelin me këmbë në mënyrë figurative. Ti ke ikur. Ti e di, e kupton, ndaj po shkon sikur kërkon azil gjërizëve të Francës dhe feston me një të akuzuar për perversitet muajin e gejve, Proud Month. Po çfarë vajten në Paris, i veshur si kloun. Keni një të përbashkët. Macronin e rre gruaja, ti e ke nga kau kundërt. Nuk ishin të dyja, të paktën përpara kamerave. Të shoqëronte dikush, mbase nga ambasada, mbase nga ndërmjetësit e të majtës radikale kusare. Nuk të shpëton asgjë. Ata nuk të rriqen. Lajmë si nuk rritet. Goxhaj lexoi si dikur Martin Luther Kingu 94 pikat, ishin 5. Të të merron fakti që ai ka qenë pjesë e UÇK-s. E kupton mesazhin. Shqiptarët nuk harrojnë që partia yte e mori pushtetin me rregulim komunist me armë.
Protestuesit po të qëndrojnë balës me qytetari. Nuk bie në lojën tënde, ti provokon, ti dodhon. Ti thua mbas meje të bëhet qameti. Ti nuk do t'ja dish për Shqipërinë. E tregon çdo ditë nxerr shqiptar etnik. Ti je vllazëror me Vučić. Greqis i ke falur detin duke çuar në Haag kur gjykata ndërkombëtare për këto punë në Hamburg. Ke pasur puthje për qafime me Erdoganin tani, duket se jo. Dhe ti vajtet tek qendra foleja në Izrael, te Netanyahu, një njeriu më i urryer për çastin, me vrasje dhe gjenocidin. Ti je zagari Soros. Ti bleve një tralala, e cila mund tjetë vajza e presidentit, po s'ka votuar kush për të. Dhe e ktheve në problem politik dhe këtu. Media amerikane ngilon. Tani thonë që protestat duan të largojnë një autokrat. Jo më kot media amerikane të ka cilësuar. Rama si Noriega apo Erdogan, both. Dhe kur media e djathtë të cilëson Noriega, ti ke frikë. Se Goxhaj është pilot. Pilotët ty në subconscious të kujtojnë ata apashët amerikanë dhe fatin e Noriegës. Largohu qetë, trego se ke qytetarit paktën nga fqinjtë e tu ku e lindur. Ndryshe nuk të shpëton Macroni dhe do të kesh atë fund që një nga paraardhësit e tij ngriti për Gaddafi. Ti jeton kot vlerë. Politikisht je një kufon. Largohu. Ndryshe do të largohen me forcë. Shqipëri.